Territori i Kosovës për datën 19 mars 2025 parashikohet të përshkohet në një mod i paqëndrueshëm, e gjithë do të jetë mbushur me vranësira në të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale parashikohet të jetë 8 gradë Celsius. Era do të fryjë kryesisht nga juglindja me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 14 metra për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale të parashikuara për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jetë si vijojnë: Mitrovic -1 deri në 8 gradë Celsius, Podujev -2 deri në 6 gradë, Skënderaj -3 deri në 7 gradë Celsius, Pej 0 deri në 7 gradë, Prishtinë -2 deri në 7 gradë Celsius, Gjakov 0 deri në 8 gradë, Malishev -1 deri në 7 gradë Celsius, Gjilan -2 deri në 7 gradë, Ferizaj -1 deri në 7 gradë Celsius, Kaçanik -2 deri në 6 gradë, Suharek 0 deri në 8 gradë, Prizren -2 deri në 5 gradë Celsius,